mos në dhimbset në të mira, e as mos e kurse në adhurim. Këtë thanje përsëri e ka thënë Jusuf Kardavi xhamon. Mos e shfrytëzo shëndetin tanë për punë të këqija, e as mos të dhimbset për punë të mira, e as mos e kurse në adhurim. Prandaj kujto ti edhe unë një mik, një shokën tanë, një kushit në tanë që ashtë i sumur, edhe sa do të dëshiron të xhamon që t'i largohet atij smundja, e të shërohet, e të kthehet me shëndetin që e ka pas, që tani ne kemi ardhur me fal namazën e xhamos. Prandaj kjo është një dhunti e madhe për ti si besimtar që ta shfrytëzosh pra deri në maksimum. Pasurinë tënde para varfërisë. Nëse ke mundësi për të bërë tani me pasurinë tënde, atëherë banë xhamon. Ta ka dhënë Allahu pasurinë e ta ka dhënë pozitën apo diçka tjetër, përdore ata për të mirë sepse nuk i dihet. Mund të hiqet ti pasuria që e ki sot. Nuk po thamë se ti mundesh me vdek për bukë edhe po mundet me ndodh ata çfarë ki pas një mundësi të madhe për me bë punë të mira, nuk e ki mundësinë tënde, e ki pozitën dhe nuk e shfrytëzon atë pozitë. Prandaj me shfrytëzu pasurinë para varfërisë është shumë me rëndësi xhamon. Edhe ajo duhet të jetë ajo tabela e llogaritjes. Ai kemi kërku për shembull vetvetes në llogari. Përderisa gjitha këto përmendet me këtë paraqetrës, sikur pejgamberi jon alayhis salam ka kërku prej neve me bën një tabelë të llogaritjes në brenda ditës, brenda javës apo muajit, si të jepet ti mundësia. Atëherë çdo ditë unë edhe ti le të mundohemi e të bëhemi realt me vetveten tonë dhe ta pyesim veten tonë çfarë kemi bë në brenda ditës. Dhe ata xhamon, dal ngadal po e përfundojmë këtë vit 2025. Thashëm fillim xhamaja e fundit. Ai ka më fal namazet 5 vaktet namazet me rregull. Një pyetje që duhet ta prek në thellë në shpirt besimtarin. E kam shëndetin, i kam mundësit, a i kam falë 5 vakte. A jam mundu ato 5 vakte me i falë në xhami me xhamat. Pyetje që duhet njeriu t'ja parashtron vetvetes xhamat. Edhe të jemi të ralt me vetveten. Sa i kam bë mirë dikujt. Sa herë njerëzit më kanë kërkuar ndihmë prej meje dhe unë ja kam ofruar ndihmë. Mi bën pyetje vetes xhamat. Sa të njerëzit ja kam hekur në një gajle, nëse janë puna, nevoja me mjete, apo edhe me një fjalë. Sa të njerëzit e kam ndihmu për një derdh që e ka pas. Dhe po kalon viti i ri xhamat, po kalon ky vit dhe po vjen ai tjetri. Sa jam unë mirë në raport me të afërt me të mi. Sa i mbaj unë lidhjet familjare. A do të ishte në rregull xhamat shtykur për shembull një antar i familjes me kuptu një gjallë apo nipi apo mesa se unë qetri nuk kemi raport me të mirë me një kushërim, me vllabin, me axhën, me dajën, me keq ato. Edhe ai me majnë men me thonë kështu djali dhe vajza, pa të kalu një vit edhe ne nuk kishim raportet mira me familjar. Edhe kjo janë një vetë llogaritje që duhet me bë unë edhe ti se besimtar xhamat. Kjo vetë llogaritje mua dhe ti na përmison dhe ki përmisim sjell dobi edhe për veten, edhe për ti, edhe për këtë shoqëri. Pastaj shfrytëzoj jetën tënde para vdekjes. Para se të vi koha, do të thuash, Allahu në Kur'anin e Kerim e ka përmend. O Zoti im, më kthe që të bëj vepra të mira e të kompenzoj atë që kam lëshuar. Ajet Kur'anor. O Zoti im, më kthe që të bëj vepra të mira e të kompenzoj atë që kam lëshuar. Këta ka me thonë pra njeriu, ai besimtar, të cilit Allahu ja ka mundsu në këtë dunjë me bë vepra të mira, mirë pa ai nuk e ka deshkën. Prandaj, përderisa e përmendim jetën para vdekjes, atëherë kujtoje kur do të vi te unë edhe te ti xhamat meleku i vdekjes.
për të na marrë neve shpirtin, atëherë sigurisht na do të kërkojna jo një ditë e gjimsdite, ndoshta do të kërkojna bile një moment, edhe pak o Zot, ma shti afatin e vdekjes e xhelit, që ta bëj edhe një punë të mirë e pastaj dal me atë punë të mirë, me më marr shpirtin e me taku Allahun me atë punë të mirë. Prandaj Hasan al-Basriu ka thonë, s'ka ditë që kur lind dielli dhe nuk thërret, o biri i Ademit. Unë jam krijesë e re dhe për punën tënde jam dëshmitar. Atëherë furnizohu nga këto, se unë kur iki kur nuk do kthehem deri në ditën e gjykimit. Pra, ajo është ajo dita, sikur neve dhe gjithëve burrat na drejtohet, është mundësia jonë, është furnizim që Zoti neve na ka dhënë, dhe kjo ditë sigurisht pra kur nuk ka për të kthi. Prandaj xhamat, le të jemi shumë të kujdesshëm e të llogarisim pra veten tonë. Me që sot e përmendëm se janë xhumaja e fundit. Sigurisht, si zakonisht, pra një mirëseardhje e madhe nga zemra e me shpirt gurbeçar që kanë ardhur. Na ju themi xhamat juve, Allah ju rujt. Allah ju dha shëndet. Allah ju rujt juve dhe familjet e juaja, me fëmijë, me ata krejt që jeni atje. Dhe është për ta vlerësu shumë atë lodhje që niseni nga gurbeti dhe vini në vatanin e juaj. E ato pritje e me ato orë të gjata që i bani e vetëm për me arë këtu. Kjo është diçka që vetëm Zoti ka për t'ju shpërbli. Prandaj jeni të mirëseardhur dhe gjithmonë do të keni respektin dhe nderin tonë kudo që jeni. Kudo që shkoni, ne do t'ju themi mirë se keni ardhur dhe jemi të vetëdijshëm për respektin dhe për dashurinë që tregoni për menin e juaj, për shtëpitë e juaja, për familjet e juaja që i keni pranë këtë vend. Një send tjetër që du ta përmendi xhamat, me që jemi pra në xhamën e fundit, në takimin e fundit që kishim me nxënësat në xhami dhe fillon mëngjesmjetori, e patëm kështu një këshill shumë të qartë, edhe një këshill shumë besoj se shumë dobiprurse me fëmijët e juaj. Ajo që kemi folë xhamat ka qenë pra festat e Krishtlindjeve. Dhe unë jam i bindur se jemi marrë vesh me nxënësat e mi, pra me fëmijët e juaj, jemi marrë vesh shumë qartë edhe mirë. Një zërit ishim krejt xhamat se festat e Krishtlindjeve, festa pagane krishtere, nuk janë festat tona. Edhe kështu pra, kështu nxënësa po dhe uxh. Festat e vitit të fundit nuk janë festat e tona. Jemi marrë vesh me nxënësat xhamat se na nuk do t'i zbukurojmë shtëpitë tona, dhomat e tona, pavarësisht a kemi parë apo nuk kemi parë. Se ka prind që i lavdrohet thot, unë e blej sprish punë. Jo xhamat, jemi marrë vesh kështu. Shtëpitë tona nuk kemi mi zbukuru, nuk kemi mi blej brell. Jemi marrë vesh me nxënësat e me fëmijët e juaj, pra se na nuk do të bëjmë foto me babadimerin. Nëse ka nevojë do ta bëjmë një foto me prindin, me dajan, me një antar të familjes, me një mësues, me hoxhën, me këtë këto. Babadimri nuk është i joni. Kështu jemi marrë vesh. A dini pse këtë që to pëja përmeni ju e baballarëve, se ka do baballar arsietohen pëja baj qefin fëmijëve. Pëja baj qefin fëmijëve. E vladbe çish mi aprish. Jo xhamat, ai në vak ka me thonë ti se që to festat e Krishtlindjeve ato nuk janë tonët. Ne kemi festat tona, se kemi festa Krishtlindja, festë fetare. Ne kemi festat tona fetare, kemi Fitr Bajramin edhe kemi Kurban Bajramin. Dhe po ashtu jemi marrë vesh po me nxënësat, po me fëmijët e juaj se ne do t'i zbukurojmë sobat e tona, korridorin ton, terasën ton për Bajram, pra për Ramazan. Jemi marrë vesh me fëmijët e juaj xhamat që në ndrimin e motëve nuk kena me qitë petarda, e asë raketa, jo. Qëto petarda e raketa kena me lanë pra natën e fundit të Ramazanit. Qështu jemi marrë vesh, mi ble e për Bajram pra natën e fundit, mi qitë ato petarda se nesër është Bajram. Kështu që
mos i ngushtoni fëmijët e juaj me thonë që e vlati jam unë këtij ti kam blej se ti këtu du shumë. Ai ka me thonë, besoj se ka me thonë, nuk ka nevojë ato baba, se këto janë festat e qerve. Festat e qerve janë gjëmë, besimi tjetër, e unë jam me atë mendimin e atyre dietarëve që lejohet me urufa pra festat e tyre. Edhe na kujt pja urojmi, atyre që janë ortodoks, atyre që janë krishter, ja u urojmë pra festat e tyre. Që kaq? Pse na nuk e festojna, pse na nuk urojna, pse nuk ka kjo festa jona. Nuk ka kjo festa jona, u kri pra Isa a.s. është pejgamberi i Zotit, Muhamedi a.s. është pejgamberi i Allahut, na besojmë bindshëm se janë pejgamberët e Zotit, edhe Isa a.s. nuk e kanë kryqëzu, ai është gjallë, do zbresën nga qielli kur do t'i thojë Allahu për me zbrit këto, dhe ai do të jetë pasues pra i tij, edhe do të jetë pjesë e këtij ummeti. Me këto pika të shkurta xhamat, jemi marrë vesh pra ditën e mërkur me nxënësat e tu. S'ka babadimër, s'ka brell, nuk ka me zbukuru shtëpitë tona, absolut, nuk dalim, nuk shkojmë Kumanov me atë babadimërin, me ati, ku me di dëni Javan, dëni Stoj, këtë dini Gunaton, e me dalim me bon fotografi, absolut, kej që to, edhe më kanë thonë, po aga oqë, na jemi me ata çfarë po thu ti, pse festat e këto nuk janë festat e tona, këto janë festat e krishterëve edhe ortodoksve, ne kemi bajramin e madh edhe kemi bajramin e vogël. Besoj se edhe ju jeni të pajtimi xhamat. Besoj se në jeni të pajtimit edhe kemi nejt pra këtij vendimi që kemi marrë pra me fëmijët e juaj. El Fatiha.